Ade debati vazhdon dhe gjatë publicitetit. Vetëm unë e di. Domania, jemi live. Dgjoj, të lutem se ka një problem shumë të madh. Ti tani ke filluar një podcast. Dhe ne do ta japim edhe promovimin e podcastit, por ki parasysh një gjë që shumë kur thot regjizori fiken drita ti nuk vazhdon flet. Kur kalon reklamën, okej, ti mund bësh muhabet, por kur del nga reklama në live, ti mendova që po vazhdon reklama. Kjo është edhe këtu. Mendova se, okej. Nuk bën çik stërvitje, mos e lërë. Okej. Tani çka ka ndodhur? Pak ta shtensorojmë bisedën, vazhdojmë të jemi prapë me zotin Shabani, zotin Meçe, zotin Bejko, Andruenën dhe Andruena fakt është, po s'ka folur se shumë maskilizën në këtë studio dhe Maria nuk të lënjej. Uaje pra fjallën grave, kështu që... Tani, po më ja dhashëm, po ta marrin. Tani ka ndodhur një gjë, dua dhe këtë, për shembull, kam përshtypjen që doni një profil të papritur Tom Doshi në Shkodër, me Partinë Socialdemokrate, është në koalicion me qeverinë apo. Edhe akuzon kryetarin e Partitë Socialiste Shkodër, kryetarin e Bashkisë së Shkodër, nuk di se çfarë po ndodh. Thoshta mund të kuptojmë diçka. Të shohim pak dyshin çfarë thot Tom Doshi. Në 2013, Sali Berisha ka lanë pushtetin si korruptum. Edhe sot të vjen zor kur shef gjysën e qeverisë në burg dhe në nënhetim. Njerëzit që vjedhin qytetarët nuk na përkasin ne, nuk i përkasin Shqipënisë. Kryetari i Bashkisë Shkodër që drejton fushatën e PS-s në Shkodër është i pandehur. Si mund drejtojnë fushatën një njeri që ka vjedh qytetarët? Kam shumë besim jo vetëm në Shkodër, por në tanë Shqipëninë që ne populli do të na votojnë. Ju premtoj shqiptarëve që pa Partinë Socialdemokrate nuk ka majoratë në Shqipëni. Kanë hap fjalë se ne do bashkëpunojmë me Sali Berishën. Ma parë ban Edi Rama koalicion me Sali Berishën se ban Tom Doshi me Sali Berishën. Bëra një lapsus më parë që thash koalicion, po në fakt është vot mbështetëse. Vot mbështetëse kanë mbështetur dhe po themi gjithmonë në momente delikate, Rama ka padur parasysh votën e Tom Doshit në Parlamentin e Shqipërisë. Zoti Meçe, si interpreton këtë situatë? Çfarë po ndodh? Është i drejtë për drejtë dhe nga gjitha që tha është tamam një politikan që ka mësuar që 90% fjalëve që do t'i thuash do t'i kesh të përgjithshme, ashtu siç deklarova që paron që po, se ka probleme kjo sa duash. Nga Tom Doshi ajo që mbeti ishte së pari që të duar për një kokë, sa në fund është futur në fushat, edhe është normal që do luftoj, po shef që dhe krau tjetër po lufton dhe nuk po bën kompromis, tashmë letrat janë hedhë në tavolinë, thot zotëri, do punoj 2 duar për një kokë. Dhe thot, përballë kam Benet Becin, se është drejtuesi politik. Shumë i qartë në këtë rast. Dhe dyta që është përsëri e qartë, ka i pozicion qartë. Nuk do të bashkëpunoj me Sali Berishën, me të gjithë do të bashkëpunoj. Okej. Andona, kemi një lajm nga rasti i Becit, do thënë, mos di në gjë zoti Tom Doshi për Benet Becin në gjë që nuk e dim? Nga Spaku në lidhje me akuzat lidhura për korrupsion dhe shpërdorim detyre, bëhet fjalë për një tender që arrin gati 600 milion euro. Në kohën kur zoti Beci ka drejtuar korporatën elektroenergjetike shqiptare, keshën në 2019, me sa më kujtohet. Megjithatë, ai ende nuk është dënuar, është në një proces hetimi. Tender nga 600 milionë euro më duhet si shumë shqiptare gjigande. Është një tender, se unë kam parë dhe materialet hetimore. Është një tender i cili me disa lote, besoj se. Ekzistojnë prova për të cilat zoti Benet Beci i ka plotësuar vetë këto materiale të dosjes për tenderin në fjalë. Dhe, në fakt, ka dhe një emër këtë tender. Jo prova. Janë dyshime, prova. Janë dyshime dhe prova, sepse janë materiale që janë në dosje. Prandaj thash prova. Atëherë, bëhet fjalë për... Po të ishin prova dhe ishe dokses? Dëgjoj, zoti Benet Beci ka marrë garanci që deri në zgjedhje nuk do të arrestohet. Me këto konspiracionet ka marrë zgjedhje. Atëherë Spaku ti e ka... Aman, se ti je për në një vend tjetër, vëlla, se për studio. Po na leo vëlla të flasëm. Po më lë pra të flas tani. Nuk e di unë me kamerë shti, po mua do më lësh të flas. Po jo më jo tjerë, mos më drejto mua ashtu. Okej, pusho tani sa ta mbaroj unë dhe pastaj fol ti.
Okej, jam i ftumi ati, dhe nuk të lejtë kërkoj shpalje për atë që the. Të kërkoj falje. Dosja në fjalë quhet tenderi i Havardit, ka marrë këtë emër për shkak të procedurave për të cilat është ngritur një tender i tillë që kishte të bënte me energjinë elektrike. Është 600 milion euro. Letrat janë bërë nga Benet Beci në bashkëpunim me Vis Biberaj. Vis Biberaj është një ish zyrtar tjetër i arrestuar vjet në mars për korrupsion dhe pastrim parash dhe në momentet që në telefonat e zotit Biberaj dhe bashkëshortes së tij janë gjetur SMS ku ai komunikon me zotin Beci në lidhje me pagesat që duhet të kalonin. Madje ka dhe terma, ty që janë përdorur jo bebe, s'kan kaluar parat. Të falenderoj për këtë informacion, doja vetëm certifikoja faktin e situatës juridike të Benet Becit. Jo, ka përshtypjen që zoti Doshi do të fasë mos ka në një precipitim. Jo, zoti Doshi e ka këtë informacion dhe sigurisht që e ka përdorur në një zonë ku gjithmonë ka qenë elektorati i tij. Doa mos ka në një precipitim që i dëmton fushatën edhe po merë distancat, po nuk e ti thashtë se mos... Po, sigurisht që kjo edhe mund të dëmtoj, por... Po, e kuptoj. Zoti Beci... Unë e kuptoj si strategji, se më sheta më tepër në analizë të meqës, që për shumë, kur do të marrësh votat, maksimalizosh votat, godet 2 kratë shumë fort. Beci e di... Godet dhe matës dhe djathas për të marrë maksimalizim. Dhe tani Tom Doshi ka qenë mbështetës shumë i rëndësishëm i qeverisë Rama. Sigurisht që ka qenë një faktor shumë i rëndësishëm, sepse ka bërë edhe ndroi pushteti. Por zoti Tom Doshi ka informacione në lidhje me këtë gjë. Dhe vetë zoti Beci e di shumë mirë që procesi hetimor ndaj tij mbas zgjedhjeve do të bëhet serioz dhe mund të kemi dhe arrestim. Jo, ideja është këtu që me sa kuptoj unë nga kjo, duke qenë se kam qenë politikan që jam marrë me terenin, Tom Doshi këtu si një parti, le të themi e vogël, aty në Shkodër dhe që paraqet rrezik të marrë vota kryesisht majtas, por merr dhe djathtas, është akuzuar me sa duket nga Partia Socialiste që po i dha vota Doshit, Tom Doshit, ai do të eventualisht mund të bashkëpunojë me Berishën. Dhe ai ju kthen një përgjigje dhe ju thotë më kollaj mund të bëj Rama koalicion me Berishën, se ka provuar, e di që disa herë Rama ka bërë koalicion me Berishën dhe janë në një marrëveshje, kanë qenë dhe kohët e fundit në marrëveshje, bën kodin zgjedhor, amnistin, e tjera. Ashtu siç mund ndodhi, dhe mos u çudit fare, që nëse do dalim me votat pa mjaftueshme kur askush nuk do marrë mbi 70 vota, mund ndodhi që Berisha dhe Rama të bëjnë një koalicion qeverisë, sepse e ka thënë Berisha në 2009, në rast se Meta nuk do të vinte, do të thënë LSI-ja të bashkohej me PD-n, pra për koalicion pas zgjedhor, do bënte koalicion me Ramën, se s'do ta lindte vendin me qeveri, se Shqipëria meriton të integrohet në Bashkimin Evropian. Pra, për interesat të mëdha këta mund t'i bëjnë kompromiset e mëdha, e kupton? Në emër të popullit, në emër të integrimit e kështu me radhë. Një hipotezë që nuk ka ndodhur asnjëherë. Meçja dhe pastaj pa. Jo, ka ndodhur ajo me LSI-n, sepse LSI-ja ka lëvizur si parti. Benet Beci nuk e njeh si politikan, po njeh si administrator. Dhe në ka patur administrator Shqipëria, ai quhet Benet Beci, sepse me investimet dhe me menaxhimin që i bëri sistemit qoftë rrugor, qoftë edhe në bujqësi, etj. Benet Beci në periudhën 2005-2013, Bereshët vetëm në kartë që përdorte përfitoren e tij ishin rezultatet e tija. Po flasim për 2014-ën e si për zotin. Në që do them me radhë. Ai ka qenë si vetëm personal që ka qenë dashuria e madhe e 2 liderëve. Jo, është dashuria ai. Ai është person i cili admirohet për vlerat që ka dhe lum kush e fut në stafin e vet. E para, e dyta, tendrat dhe të gjithë që janë kapur, nëse i keni parë me vëmendje, askush nuk flet për procedurat tenderimi në kuptimin e mirëfill të procedurës, po flet për pjesën e dytë të ekzekutimit të procedurave, ku fillojnë pasaj në ekzekutim janë kapur gjithë. Edhe Beqa nuk është kapur të tenderimi, si që politikisht u godit, se dalin tani dhe thonë, politikisht godita unë, jo zotri, qoftë Beqa, qoftë Koka, qoftë të gjithë që janë kapur në fazën e dytë të përvetësimit të vlerave në mënyrë të palishme, duke bërë veprime antiligjore. Dhe në këtë kuadër, në qoftë se vërtet... Dhe tani në qoftë se për Benet Becin dhe për këdo që është marrë me tendra ka hetim, timi sigurt që një gjë është për mua e sigurt në këtë rast. Në kushtet kur Benet Beci ndodhet një hetim që e dim në të gjithë, ai që i di pari është Rama. Dhe Rama nuk mund të mirë të risk kaq të madh
sa të vendosë të drejtuesin politik një person që do t'i prishte kaq shumë. Ka vendosur edhe në vendet tjera njerëz janë legjenda urbane që cirkulon sot në Shqipëri, këto pozicione i mbrojnë. Nuk di një njeri sot i cili është marrë menaxhim, të cilit bishtin ai ka mund të futen për këtë do tjetër, por për të vetëm që futen Çdo njeri ka opinionin e vet. Tom Doshi kishte opinionin e vet. Zotë Meçi ka opinionin e vet. Ti për analizën tënde juridike. Ky fakt njihet dhe nga Rama thash, dhe Rama duke i njohur nuk e ka vlerësuar se nuk është fakt penalizues. Ai si administrator dhe po si penalizuesi Benet Beci nuk e patë Shqipërinë. Për të mbledhur fonde për somos në fushën e si ka dalë gjysmëllafi Benet Becit, përpost si vetëm këtij tenderi. Gjysmëllafi nuk i del as gjyqëresave në Shqipëri. I del gjyqëresave. Si ka dalë Hajde Shabani. Çfarë ndodh në Shkodër dhe pastaj fal. Ti bëja një replikë të vogël. Po di pse i humbet minutazhi Shabani në rregull, vazhdo. Do ta bot që të Jo, unë doja të thoja Meçes, me një pa zbrehu fale vlerat administrative apo profesionale të as qytetare, as qytetare të Becit. Por doja të thoja këtë që ndonjëherë këta udhëheqësit e mëdhenj kur kanë një personazh ose disa personazh të cilët njëri merr njëri, njëri tjetri, mos mendo se i mbajnë vetëm për aftësitë profesionale edhe për aftësimin menaxhuese, sepse ka shumë të tillë. I mbajnë edhe për disa cilësi që ti dhe unë, po disa të tjerë nuk i kanë këta. Dhe ato cilësi që kanë ata janë cilësitë e shërbyerit ai. Po gjëra tani çfarë bëni dhe nuk e jep Benet Becin, prandaj po insistoj Benet Beci. Nuk kam asnjë lidhje, po ta them, personi i cili ka administruar në mënyrë perfekte një mekanizëm do të investim, se ka qenë investitori më i madh në Shqipëri shtatisti, nuk ka qenë buxheti i shtetit, po ka qenë Fondi Shqiptar i Investimit. Unë e di se ku ka punuar. Buxhetin më të madh në 20 vjet e fundit e ka administruar ky njeri. Dhe në 20 vjet administrim të fondit më të madh. Dhe korrupsioni ka qenë po edhe në ato fonde dhe kudo korrupsioni ka qenë galopan dhe nepotizmi, nepotizmi i cili krijoi oligarkët ato para kanë. Dolën nga tema. Nuk është tema Benet Beci, ishte tema Tom Doshi. Pra ishte politike biseda. Nuk hymë të bëjmë analizën e... Nuk ka fjale me që të si kanë bo. Dëgjo, hymë të bëjmë analizën politike, jo analizën juridike. Nuk thash kësi gjë, zotëri, thash. Ata që janë arrestuar, nuk janë arrestuar për politika, janë arrestuar për përvensim në fazën e dytë, të ekzekutimit politikës. Të kam thënë. Ndërkohë, kur gjithë debati diskutohet tani flitet për politikë. Duke e mbrojtur me të drejtën tënde. Jo më rjose. Do një sekond. Jemi duke sikur po me Beci. Beci është, do më thënë, është personazh politik dhe po e shohim politikisht. Mora sulmin faktik të Tom Doshit në fushat, të djeshmit, dhe më duk një wow, me fjalë. Po se Beneti e ka sulmu? Jo më ka sulmuar, sepse do të pika ku beteja është me ashpër se Shkodër sot më, se nuk është ti ke marrë Tom Doshin, po të marrësh Partinë Demokratike do shohësh ti çka kanë bërë Benetin. Është pika më e nxehtë e debatit. Mos harrojmë që kandidat i pritshëm për në Shkodër ishte Rama. Sepse ishte testi më i madh në vend të Partisë Socialiste. Nuk është lajm kur qeni ka pson njeriu. Beneti. Kur njeriu ka pson qenin. Ai ishte. Pra tani këtu po doja të marrë gjitha çfarë të sa propozon. Një thotë bufi, këtë thotë. Okej. Nuk na dele sa. Shabani. Po. Ajo që keni kandidat në Shkodër? Kemi, padyshim. Kemi kandidat shumë të mirë, kemi grupim shumë të mirë në Shkodër. Si quhet? Po është listë e hapur. Që unë mund të lexoj gjithë kandidatët. Ti mund të dalësh gjithatë. S'dua të nuk dua të promovoj një kandidat përballë të tjerëve. O do të lexoj të gjithë. Okej, ja shumë. Okej, dakor. Por është grupim shumë i mirë dhe ata mund të zgjedhin këtë duan se është lista e hapur. Por ajo që ndodh në Shkodër midis Benet Becit dhe Tom Doshit është provë e faktit që ДПС-ja është birëshizuar. Pra nëse ato fenomene deri dje kanë qenë vetëm te Berisha, sot janë edhe ke Rama. Edhe Rama po qeverisë në një mënyrë. Edhe Partinë Socialiste, edhe Shqipëri. Tom Doshi u burri mirë pse është kundra. Tom Doshi ka bashkëpunuar edhe me Berishën, edhe me Rama. Dhe është një fenomen që duhet të largohet, që është një fenomen që duhet të largohet nga politika. Boni tash Tom Doshi Benet Beci është ka qeverisur, ka menaxhuar edhe me Berishën, edhe me Ramën. Dhe këtu tregon që po të heqësh logot këtyre, po të heqësh emrat, ti nuk e dallon njërin nga tjetri. Se vetëm bën një gjë.
Jo vetëm sillen në një të mënyrë. Se kur ka patur Tomdosha, i kanë një njerëz. Ka qenë me Berishën Tomdosha. Ka qenë që çkem të. Ka qenë në fillim me Berishën nga 2005. Janë kontrabanda naftës së burrit këto të fortë pasi si mos na. Ta janë deri maç. Edhe kur është njëri lart, tjetri poshtë, edhe kur është njëri poshtë, tjetri lart, ne në dorë na ngel deri maç. Tek e bërë të bukur. Ky është thelbi. Ky është realiteti. Autogoli që bëri Shabani. Shiko, autogoli që bëri është ky. Benet Beci ka qenë nuk ta shajm Benet. Të lutem. Shifar sotimin. Jo Benet tani. Benet Beci ishte person të zhvillimit, më kupton? Ishte person teknik. Dhe në momentin kur perceptimi jot është në për personat të teknik i fut në politikë. Beneti jetë miliarder. Ti je anti-shtet në këtë rast. Po. Dhe pikërisht këtu vuajnë që Beneti jetë miliarder. Thelbi juaj. Qytetarët vuajnë në spitale që Tomdoshi jetë miliarder. Tani administratën në funksion të ligjit. Ti do më mbrojt të ligjit për administratën shtetërore. Ju thonin që shiko. Po ti je administratë shtetërore, ti je i politizuar. Jo zotëri, kush është administratë shtetërore? Jo duhet të na vjen në dorën në xhep. Çfarë depolitizojmë administratën shtetërore? Dhe të marrish të më thuash të mua që Benet Beci i cili ka qenë fraksion investimit të huaj shtadisht dhe s'ka patur lidhje me qeverinë shqiptare në këtë kuptim, sepse fondi shqiptar i investimit është fond i investimit të huaj. Por e lëre fondin ma jetohet është fond i cili investohej nga Evropa dhe kishte pjesë buxheti shtetit dhe politikat e investimit që bënte fondacion ishin të miratuar nga Bashkimi Evropian. Dhe ti thuash në institucioni si person që njeri shërboi Berishës, njeri shërbej Ramës do thotë që ti në tru nuk e ke konceptin e qartë një personin jo politik. Beno, e morë vesh që ka qenë politik. Jo, nuk është fola. Pse për fola tani unë? Unë fola për koncept në zotni. I ka shërbyer Benet Beci të dyve prandaj të dy. Jo zotni, Benet Beci ka për punën si administrator. Jo thonë ti më kryetar Bashkisë New Yorku ka 2 vjet sapo na luri me. Edhe kryetar bashkie e merr qera. Po pra, jeni keni duhet është me dosje në spakt. Po kjo është me dosje Nuk është pozicion politik. Nuk është pozicion politik, po emëron nga politika dhe varet. Jo, se varet nga politika. Fare nuk e ka emëruar I miratuar nga Bashkimi Evropian zotëri. I kishte varur paratë në qafë. Jo i ke vërë, sepse nuk është investimi buxhetit. Kishte një festë të madhe. Prandaj zanojmë gjëra. Për investime, investimet gjëra festë dhe pastaj që të përpara këto një armiq popullit. Ne po ashtu ose kështu. Dhe ky është rasti ideal për të kuptuar. Një punonjë shtetëror. Etikë e profesionalizmit jo politik në Shqipëri. U bën njërë shërbëtori Ramës, njërë shërbëtori i Berishës. Ky është koncepti që duhet godasin në vete. Kjo është e vjetra. Të doli rrylli më burë, çfarë ke? Fundin e ke Beneti. Të doli rrylli apo? Do ndalë sepse kur mbrojnë parimet e shtetit, përballë këtij reagimi këtu dhe takin në këtë rast, që në mënyrë më mirë për të kundur përgjigjur në debat të doli rrylli. Po më del rrylli sepse kur shoh njerëz këtu që pretendojnë që janë fëmijë, po e më thonë këtu nuk ka punojnë se sa shtetërore jo politike. I ka shërbyer rrylli edhe tjetrit të del rrylli derisa të shprehet drejtësia, ai është një person që shohet për korrupsion. Ligjërisht nifet, zyrtarisht nifet, që ka denoncuar vjedhje në Shqipëri, nuk është Shabani, po është Arben Meçaj. Dhe ti thot Shabani që ti po mbron Hajdutën, po do të mbroj parimin. Sepse person unë mbroj parimin do të gjithë dyshim që dhe e treta nuk ka emër dhe nuk e vendos ti. Do e ke filluar të del sot të bëj moral gjithë ditën ky person nuk është Hajdut, që ka shëndetësi, ti ka shëndetësinë atë. Dhe më thua mua ti mbroj Hajdutën tu, po ti më do të mbroj trun. Po sta thot ai. Po jo më ti se tani. Ai nga televizori një person I cili vjen në mënyrë mekanike me po është duke mbrojtur me pasion dikë që ka vjedhur shqiptar. E kupton çfarë formati është këtu? A dhe këtë nuk ka vjedhur, do të vërtetohet, ka vjedhur. Mos u Vërteton spaku, mos e ju më fal, që ju jeni formalisht nuk ju fut në atë ka fjalë që ka bëu abuzime edhe ai partneri. Demalia formalizmi ju penalizon ju. Mund të kem zotë Meçe dhe zotë Maria, mund të kem
të drejtën e fjalës të emisionit. Jo, mos kam fol fare. I ka si gjë fare. Hapse nuk e zborrisha këto. Ke nxjerr timi. Po më prodhoj të buridhau, se nuk është serioze kjo, prodhoj tutë. Do të shpjegojmë çik me Shaban. Dhe unë hajduti se bashku ishte këtu. Një sekond të lutem. Hajdutë do të mërin hajdutë. mikrofonin. Hajduti se kam para kohë. E mos na bëni qorë se këtu ka Zoti Shabani. Tallavakin e ëngrë ju gazetarë. Po, nuk fola. Mana çuditni ju. Keni dalë morali. Keni hëngrë bukë me prokurore me drejtë. Se ju dinë gjithë mos na çuditë se mas na shitni morali. Prokurori që është kriminele? Kriminele prokurori që ka njofti. Vllalla. Unë? Po. Ka qenë miku jot vllalla. Ka qenë miku jon vllalla. Se të vjezoni. O mashtrus, o mashtrus. Ja mos thuj Pas ka qenë miku im. Po ti shoku atyre që bën shkrime kështu poshtë deri ma. Unë normale ma. Po jo tani një sekond. Shabani largohet nga studio, jo se ikën, po sepse mbaron minutazhi, ne kalojmë në publicitet.